Mirë mbrëma, mirë se erdhët në Sens. Në një kohë kur informacioni përshpërndahet shumë shpejt, shpesh nuk e kemi shumë të qartë kufirin midis të vërtetës edhe interpretimit. Kështu roli i gazetarit po bëhet gjithnjë e më i vështirë, por ndoshta gjithnjë e më i domosdoshëm. E ftuara ime sot është Leonora Kaliçi, gazetare me përvojë të gjatë në Radio Televizionin e Maqedonisë. Aktualisht ushtron edhe funksionin edhe të kryetares së Këshillit të Etikës në Media në Maqedoninë e Veriut. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, Nora. Mirëmbrëma dhe mirë se ju gjetët. Faleminderit Adrian për ftesën, është kënaqësi të jem sonte me shikuesit e televizionit Sens dhe me ty. Faleminderit që pranova ftesën. Një kohë gjatje në gazetari, sot, domethënë, në kohën e këtij informacionit të shtuar, të shpejt, kanjëherë krejt gazetarëve me siguri u shkon mendje pyetja se a isha marrë prej fillimit me gazetari. Nuk e di të ti a ka ndodhur kjo. Çka të ka shtyr me hyrë në gazetari, edhe çka po të shtyn me qëndru ende në gazetari? Shumë mirë Ceke. Do të thënë kjo pyetje që na parashtrohet në kokë qëndron vazhdimisht aty edhe mos them çdo natë. Mos them çdo natë, sidomos në kohë turbulencash, siç po kalojmë edhe vendi ynë, edhe vendet e rajonit, edhe me gjitha këto ndodhi politike dhe geopolitike të cilat na kanë përfshi. Ndonjëherë mendon se aja vlen, mirë po nga ana tjetër kur e din që i shërben, je aty, jo vetëm për t'i shërbyer profesionit, por interesit publik dhe qytetarëve, për qenë aty për ta thënë të vërtetën, për qenë aty për qenë për ata si ndihmes që t'ja u zbardim me një farë mënyre situatën aktuale ashtu siç është, dhe t'ju japim opsione të vërteta dhe objektive, atëherë unë mendoj se ja vlen, pasi që gazetaria nuk është vetëm një profesion, por është aktivizëm të cilin e ushtrojmë të gjithë bashkë. Unë shpresoj se gjitha gjeneratet, do të thënë ato prej më herët që kanë ushtruar një gazetari, mund të them klasike, mos them që se me ndryshimet e teknologjisë dhe kohës moderne, siç e thënë, kemi një gazetari ndryshe që duhet i adaptohemi këtyre trendeve, por prapse prap unë mendoj që gazetaria është ajo që duhet na kthen në rrënjët tona, në ato që t'jemi objektiv, të sakt, të paanshëm dhe të palëkundur emocionalisht. A ka ende vend për të vërtetën ose për këtë gazetari objektive? Duke marrë parasysh edhe rolin e vetë gazetarisë profesionale, e cila nuk është vetëm një përcjellësi informacionit, por duhet jetë një filtr i sakt i fakteve, propagandës dhe duhet i shërben interesit publik. Edhe pse është e vështirë e gjithë kjo luftë që themi, do të thënë, si është një kohë sfiduese që po na mund çdo ditë, dhe teknologjia po na sjell risi të ndryshme që po duhet të adaptohemi. Ndoshta është edhe mënyra se edhe të rinj si po i kapin informacionet për cilën edhe do të flasim atutje, besoj, edhe ritmi i shpejt, presioni i cili i bëhet gazetarëve për ta publikuar një informacion, dhe klikimet, do të thënë lufta për klikimet të cilën e quajmë në rrjetet sociale, sepse aty dominojnë më shumë tani më edhe informacionet. Të gjitha këto paraqesin një sfidë në vete, mirë po gazetarët asnjëherë nuk duhet harrojnë se para së gjitha shndron e vërteta, e shndron objektiviteti, dhe para se ta publikojmë një informacion asnjëherë nuk duhet t'jeti publikuar pa u verifikuar dhe pa pas paku dy burimet informacionit të cilat na çojnë deri te e vërteta e atij informacioni. A është më vështirë sot të jesh një gazetare pavarur edhe objektive? Po, patjetër që është. E pavarur do të thënë ndikuar prej grupeve të ndryshme të interesit ose prej politikës? Gazetari para së gjithash se ne ndikohemi, sido që tjetër e thanat ndonjëherë na ndikojnë pak a shumë, por gazetari duhet t'i mbajë ato kufit, vijat e kuqe të profesionalizmit dhe mos t'i tejkaloj ato, pavarësisht çmimit, do të thënë që mund ta paguajmë.
Nuk do në thotë se ndonjëherë ne edhe në këtë kohë vendosim edhe vetën në autocensur, nuk do në thotë se dikush na censuron, ndoshta jemi mësuar që t'jetojmë në rrethana të tilla dhe vetë censurojmë veten se sa mund të shkojmë apo sa mund të kthehemi mbrapa. Ka njëherë ndodh kjo edhe pa vetdije, po. Pa vetdije, do të thonë gjithë e bëjmë, ndoshta me një farë forme, vetë censurohemi për shkak të asaj se nuk do me thënë, asnjëherë nuk e mendojmë. Vështirësisht që nuk ballafaqohemi një presion caktuar. Po, patjetër, asnjëherë nuk e mendojmë se çfarë do të ishte apo çfarë. Mirë, po në kthjelltësinë tonë, kur kthehemi përsëri, ne e dimë se duhet të jemi, do me thënë, duhet të qëndrojmë të vërtetës pas, dhe nuk duhet të jemi, do me thënë, nuk duhet të bëhemi propagandë, qofte partive politike, qofte tregut, qofte bizneseve të mëdha të cilat dominojnë dhe çdo herë luftën e kanë bërë që t'i përfitojnë me mediat, kryesisht si pushtet pest të shteteve, si shtyllë kryesore që mund të ndryshon një shtet, dhe çdo herë duhet të mbrohemi nga ato propagandat të cilat mund t'i, sikur në gazetarinë e sotme, të cilat plasohen në formë të gatshme. Qoftë deklaratat e partive politike, pa u verifiku, pa e pa anën tjetër, apo se kemi pas edhe në Këshillin Etik për Media, si që përmendet, do me thënë raste të shumta, ku i shohim se, sidomos para zgjedhjeve kjo ndodh, kur shohim se në të shumtën e mediave kemi vetëm deklarata politike, për të partive politike të shkruara dhe të publikuara të gatshme si të tilla, por jo pa ndonjë përmbajtje, ose pa ndonjë këndvështrim kritik rreth asaj, se çka është thënë. Po, janë informata të marrura direkt prej shtabeve të partive politike. Si që publikohen edhe të gatshme, do me thënë këtë e kishim edhe një monitorim në kuadër të Këshillit për Etikë në Media, që i monitorum kryesisht mediat online që janë kuadër të Këshillit, edhe atje dominon të gazetaria copy-paste. Do me thënë kjo që merren të gatshme informacionet dhe publikohen në faqet e tyre. Do me thënë kjo është thot karakteristike e gazetarisë në përgjithësi, është pyetje dembelizmi, është pyetje jo profesionalizmi, apo është diçka tjetër? Shumë shpesh ja parashtrojmë vetës atë pyetja, po, se habitemi me gjithë të lovin që ndodh në hapësirën e rrjeteve sociale dhe gjithë shka që ndodh atje. Unë them se çdo platformë sociale nuk është medium. Këtë duhet të dallojnë qytetarët dhe ne duhet punojmë që të bëjmë dallimin mes asaj se çfarë është platformë, do me thënë e hapur para zgjedhjeve, dhe një medium i cili është transparent dhe i publikojnë, do me thënë, të dhënat e tij dhe ka një vend ku mund t'i adresohen qoftë ankesat apo diçka tjetër. Nga ana tjetër, kjo që po ndodh në rrjetet sociale, kur neve na krijon një hamullit teme, një turbulencë që nuk mund t'i dallojmë informacionet se cili është dhe çfarë është dhe si është, imagjinoni se si mund t'jetë tek qytetarët. Mirë po, qytetarët tash kanë filluar, veç më vetë ndoshta ta bëjnë atë dallimin, atë vijen ndarse në mes atyre mediave profesionale dhe mediave të cilat i ndjekin çdo ditë. Në një farë forme kanë një farë edukimi mediatik, me thënë. Po duket se ka ndiku. Ka kaluar një kohë viteve të fundit. Prandaj edhe ra besimin në media. Ra besimin është mjaft në media, do me thënë në qytetarët e humbën besimin në media për shkak të pavërtetave të ndryshme, të cilat plasohen nëpër media vetëm për klikime dhe për përfitime biznesore, por unë nuk do t'i quaja ato media profesionale, apo tash vetëm ndoshta do t'i quaja platforma, por jo kryesisht media, sepse një medium, një gazetar unë mendoj që sadopak mban përgjegjësi për gjithë ata qytetarë të cilët i informon. Po, duket sikur kjo kriza e gazetarisë ose kriza e besimit në gazetari ka përfshi krejt rajonin, nuk është që është vetëm e prezente për shembull te ju në Maqedoni, po edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, edhe këto vende tjera të rajonit. Duket sikur është diçka që është globale. Po, në veçanti... Edhe në Amerikë kemi pa
diçka të tillë, sidomos mas ardhjes këtij presidenti Trump që i ka sulmuar shumë media. Po edhe prej Amerikës, prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, neve edhe kemi burimin e këtyre fake news, të themi, informacionet e rreme të cilat Po edhe burimin edhe këtij guximit që mi sulmu mediat. Më duket sikur ka ardhur prej një fuqie, kur vjen për një fuqie më të madhe e ki edhe ti si politikan i vogël trimërohesh ka pak. Arsyetimi nga ana tjetër, kur jemi në për konferenca apo në vende ku diskutojmë ndoshta edhe me politikanë të ndryshëm, arsyetimi i tyre është që edhe neve jemi njerëz edhe na sulmojnë mediat. Do të thënë kemi edhe gazetara apo media të cilat ndoshta edhe kanë tendencë, do të thënë apo orientim të kundërt me politikën, ideologjinë e një partie politike apo një politikani. Çfarë bëhet në këto raste, për shembull kur një media ka një orientim ose udhëhiqet prej një, të themi, ndikimin e ka prej një grupi interesi të caktuar, ekonomik apo politik, çka mundet mu bën këtë sot? Po, në këtë rast duhet nëse është veç më medium i cili është i regjistruar dhe siç janë mediat në Kosovë ti përmendin ndoshta klani të tjera krahas radio televizionit të Kosovës, Dukagjini e tjerë, dhe me thënë ata janë në kuadër të trupit rregullues, du të them, dhe ndërmerren me siguri masa ligjore kundrejt atyre televizioneve dhe qytetarëve duhet ju ngrihet ajo vetëdia që ti paraqesin ankesat, parashtrojnë ankesa deri te trupi rregullues, i cili do të ndërmerrte masa, patjetër se unë mendoj që qytetarët nuk e kanë guximin dhe i ka humbur besimi edhe në institucione, krahas besimit në media, se kur e humb besimin në institucione, mandej nuk merr guximin që edhe mi denoncu rastet. Me kemi diskutuar për shembull me rastet e dhunës në familje të dalim, dhe shpesh e kam përmend se në Kosovë kanë guxim, jo se numri është më i lartë i rasteve dhunës familje apo femicideve tash. Po them, qytetarët e Kosovës tash janë të vetëdijshëm dhe i paraqesin rastet e tilla në krahasim me vendin tonë. Për shkak se kemi bë edhe hulumtime të tilla edhe kemi punu në atë drejtim dhe e di se numri është shumë i lartë i rasteve dhunës në familje, mirë po gratë nuk e denoncojnë ato. E njëjta ndodhet edhe te qytetarët. Apo dallon varësisht prej komunitetit që ta kanë? Domethënë, a është më shumë kulturore? Unë mendoj që apo është institucionale? Unë mendoj që është humbja e besimit në institucione. Duke marrë parasysh normalisht edhe brishtësinë e vetë nëse ndahemi në regione gjeografikisht ku jetojnë më shumë etni të ndryshme, normalisht që kemi popullatën rome, cila është normalisht me një gjendje pak ma ku edhe nivelli edukimit, arsimimit është shumë më i ulët, dhe në vendet e tjera të cilat mirë, po nuk do të thotë në gjitha rajonet e Maqedonisë së Veriut, pavarësisht, kryesisht dominon ajo, vetëm se në kryeqendër, normalisht që është pak më ndryshe për shkak se kanë kaluar gjeneratat të cilat janë të arsimuara, janë të edukuara dhe din t'i paraqesin ato. Por prap hezitojnë. Rastet e dhunës nuk paraqiten. Dhe rastet e tilla, them, sikur nëse një qytetar e sheh që ka një medium është i orientuar komplet në politikat të një partisë politike apo një ideologjisë, ata nuk besojnë, në veçanti nëse është në pushtet, për shkak se e kemi atë bindjen që trupi regulator është në shërbim të tyre dhe asnjëherë nuk merr hapat. Unë besoj prap në institucione, se sido që të jenë rrethanat, nëse parashtrohen ankesa sa më shumë lidhje me atë, do duhet të reagon, do të thënë institucionalisht, sido që të jetë, ne duhet edhe pak të jemi vetë kritik, se edhe nuk marim, po flasë për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, tash nuk po përfshiem në këtë pjesë, mirë po nuk marim neve iniciativa që t'i paraqesin, parashtrojmë ankesa, ose të merremi me dokumentacion. Po njëjtë, paka shumë njëjtë është edhe këtu. E kemi një qëndrojmë neutral asaj, kush i hyn asaj pune, edhe unë të merrem me ato. Po nëse nuk merremi ne, atëherë kush do të merren me çështjet tona, të shoqërisë tonë, se
mediat janë korektor edhe kritik më të mëdhej të keqpërdorimeve që i bëhen shoqërisë, dhe ato duhet jenë, edhe qytetari vetë duhet jetë mbrojtës i mediave dhe duhet t'i ndihmoj gazetarisë profesionale, atyre të cilët luftojnë spaku që t'i nxjerrë në pa ato vlera dhe të duken, t'jenë pak më të dukshme. Se kemi një luftë shumë edhe për ekzistencë nëse shohim. Do me thënë vazhdimisht ne marë parasysh fluksin e informacioneve, shpejtësinë e gjitha tjera, do me thënë si do që tjetë gazetaria profesionale dhe ajo etike, me një farë mënyre mbetet në një farë krize të ekzistimit. Duket sikur gazetaria sot ka fillu, ka pak me ram binar mas një kohë, kur për shembull shumë me rëndësi ka qenë informacionin me e dhanë shpejt, sot më duket që nuk është ashtu, ka fillu prapë, domethënë, rëndësinë me marrë e vërteta, fakti. Edhe qytetari intereson më shumë për të vërtetën se sa më shpejt me lexu lajmin. A është gazetaria sot, në fakt, edhe në këtë aspekt, më shumë vetëm reaktive, që reagon në masë ngjarjeve, apo ka vend për një gazetari hulumtuese që me vite e kemi proklamu? Në të shumtën e rasteve i shohim se spari, do me thënë, titujt e ngjarjeve kryesore në për edicionet lajmeve i kemi kryesisht për politikë. Dhe aty nuk kemi vend, do me thënë, për tema shoqërore. Kjo është një mungesë mjaft e madhe për shkak se nuk i ndjekim. Ndryshe në rajon... Kanë fillu politikanët me na uzurpu hapësirën jetësore? Do me thënë, gjithçka është e fokusuar në politikë. E dyta është që nuk kemi as pak, do me thënë, as pak hapësirë për gazetarinë rajonale. Dhe neve zërin e qyteteve tjera nuk e ndëgjojmë në kryeqendër. Se kemi një ekosistem mediatik të centralizuar në kryeqendër, në Shkup. Më besoj se edhe në Kosovë është kryesisht, do me thënë, mediat janë në kryeqendër, po ekzistojnë edhe këto media tjera që janë rajonale, po. Sido që tjetë, nuk hyet brenda në kontekst, nuk hyet në përmbajtje, nuk mbahet një rrjedhshmëri e ngjarjeve për temat të cilat tangojnë shoqërinë, kur e përmenda dhunën në familje se është një nga temat me të cilën ne bëjmë senzacion, them nëpër media, me tituj, me klikime, qoftë edhe me vetvrasje, apo me rastet të tilla, mirë po asnjëherë në të shumtën e rasteve, asnjëherë, kryesisht në media të cilat vërshojnë në rrjetet sociale, kemi vetëm tituj senzacional, por kur hapën brendi nuk ka asnjë përmbajtje, asnjë informacion. Mandej mungesa e informacionit i cili do të ishte konzistent. Nëse sot kemi publikuar diçka të nesër, ta publikojmë rrjedhën e atij informacioni e deri tek qëllimi të cilin duam të arrijmë, se sa kanë reaguar institucionet në atë rast, sa deri ku jemi e tjera. Do të thënë mediat nuk kanë interes, po ndoshta edhe nuk kanë kapacitet. Duke marrë parasysh edhe stafin, edhe ekipin, do të thënë që punon vetë, sidomos në mediat online, të cilat mund të jenë serioze, por kanë nga 2-3 gazetarë apo jo edhe aq. Edhe në disa prej medjave kemi hasur që ka vetëm një redaktora i cili edhe bën informacionin, edhe plason, edhe redakton. Dhe ky presion, do të thënë, nuk ju lën hapësirë, por nga ana tjetër duhet t'i japim, do të thënë, duhet patjetër t'i japim hapësirë këtyre temave, sidomos temave rajonale të cilat janë të rëndësishme, edhe temat të cilat prekin jetën tonë drejt për drejt qytetarëve. Me tema ekologjike unë nuk mbaj mend që merren gazetarët. I kishim një ngjarje për ndarjen e çmimeve vjetore për dezinformatat dhe faktet që ndikojnë në tema, do të thënë në ambientin jetësor. Kishte mjaft, po aty i pash se kishte mjaft publikime dhe autor të cilët kanë punu në gazetari hulumtuese, me dokumentar qoftë dhe me përmbajtje tjera që kanë ndjek një problematikë në vazhdimësi, por ne nuk e shohim vazhdimisht, sepse në media paraqiten vazhdimisht
këto titujt, Po, dhe me thënë zhvillimet politike cilat na kanë përfshi, po tituj që ma shumë ti marrin vëmendje, për dhe nëse si qytetar duket ma shumë të politizum. Gjithmonë ka mundësi mu ba edhe prej anës gazetarve ndo një farë kështu, mi thanë, mini manipulimi i vogël, edhe në përzgjedhjen e këtyre deklaratave të ndryshme. Po me gjitha ta, nuk mojnë me anashkalu faktin që këto rrjetet sociale ka ndryshu edhe të bërit gazetarit. Po, pa tjetër që po. Gazetaria është ndryshe, gjeneratat po ndryshojnë, duke punuar me gjeneratat e reja, me edukimin mediatik. Unë e shoh se kjo Gen Z të cilin e quajmë tashma me shkollat fillore që kemi fillu me punu, ata informacionet janë shumë ma shumë të informuar, por janë pasiv, nuk janë aktiv, nuk duhet të jenë pjesë aktive. Ndoshta për shkak se nuk kanë interes, por kanë shumë informacione. Brezi i ardhshëm, ku përfshihen edhe gjenerata tjera, kanë informacione, por nuk besojnë institucione dhe në shumë të në rasteve ata duan të dalin jashtë shtetit për shkak se kanë shumë informacione për mirëqenjen e qytetarëve jashtë në vende tjera. Jo vetëm për një pagë, jo vetëm për aspektin financiar apo ekonomik, po thjesht duan të kenë shëndetësi, arsim dhe gjitha shtyllat për të pas një jetë të mirëqenjë. Dhe kur i shohim gjeneratat e ardhshme, se ata nuk kanë durim në marrjen e informacionit, në përmbledhjen e informacionit, nuk kanë durim të dëgjojnë, nuk kanë durim të ulen dhe të lexojnë dhe të jenë të koncentruar në atë që të marrin një informacion, atëherë çfarë mund t'i ofrojnë publikut? Sepse kanë marrë informata instant, vazhdimisht. Ne jemi gjenerata, të me thënë që vazhdimisht kemi marrë informacione nga tereni, nga kolegët, nga gjithë kusht tjetër. Unë e kom bri, të me thënë, periudën në televizionin shtetëror, kur është punu me maqinë, unë e kom fillu shumë herët, shumë ere, edhe i kalova gjitha ato sfida, të me thënë, zhvillimin teknologjik e kom pa në pjesën praktike se si është zhvillu e si kemi ardhë. Kjo është e mire shoqërisë, por shfrytëzohet në mënyrë duhur. Tash e kemi sfide dhe inteligjencën artificiale, e cila ju jep të gatshme të gjitha informacionet. Dhe ato informacione as nuk verifikohen, as nuk merret parasysh diçka tjetër. Në shumë të në rasteve kemi kur, ndoshta edhe në emisione, më ka rastis, kom pa emisione të cilat i është parashtruar mysafirit 2-3 herë njëjta pyetje, derisa është përgjigj në pyetjen, dhe aty duket ai mos durimi, do të thënë apo jo koncentrimi i një personi, gazetarit të gjeneratës të re, për të koncentruar në bisedën të cilën e ka për të pas rrjedhshmëri. Dhe kjo ndoshta është mungesa e asaj shkollës mediatike të cilën ne e kemi pas. Se ndoshta edhe ne i kemi kritikuar gjeneratat e kaluara se na kanë shtynë në disa filtra, se më kujtohet atëherë shkruanim në letra dhe i grisnin letra. Domethënë ajo ishte sikur me ta gris zemrën në momentin kur ti ke shkruar diçka, edhe nuk të kujtohet, mirë pa ja ka qenë një trajnim i vazhdueshëm për të bërë, ose të kanë nxjerrë në teren, qoftë edhe të shohish motin, sot se si është, ose në treg, me këshyrë çmimet e perimeve. Edhe gjithçka ka qenë, domethënë, ase nuk ka qenë parashikume, apo e planifikume, apo diçka, apo çdo send ka qenë spontan. Edhe ti është dashur me fjalë tua, me gjithë shka që ke në kokë, me shpik një informacion, me kriju një mungesa e kësaj për gjeneratat e reja që të funksionojnë pa teknologji, nuk di se ku... Nëse shuhet gjithë shka. Me një platforme është lehtësu puna e gazetarit, po edhe në anën tjetër është vështirësu, është, do më thanë, vihet përballë gjithkujt i cili mundet me plasu informacione. Po, pa tjetër, po prandaj themi se ne nxjerrëm edhe kishim një deklarat për shfrytëzimin e inteligjencës artificiale në redaksi. Edhe thot faktorin njeri askush nuk e zaventson, as teknologjia.
për shkak se njeriu e ka kriju atë. Por nga ana tjetër, ajo na e lehtëson punën, edhe është fakt është një farmjet i punës. Se informacionet cilat ne është dasht me i hulumtu, ndoshta me vrapunë për institucione, mas një kohë ndoshta me i hulumtu në agregator të ndryshëm në internet, tash i ke në një vend, do të thënë e vendos çfarë dëshiron, çfarë shtylla, çfarë gjithçka, edhe ta jep në versionin më të mirë. Kjo është një lehtësim. Mirë po sidoqë të jetë, duhet merret edhe ajo të përvetësohet, të humanizohet, të themi. Mos tjetë një pjesë teknikisht e bërë, edhe në disa raste mu më ka ndodhur për shembull në ChatGPT kur kam kërkuar ndonjë informacion, edhe më pas i kam thënë jo, ky numër nuk është i saktë. O, më fal, po, tani kam nxjerr numrin tjetër. Do të thënë patjetër duhet të jetë një prandaj gazetari duhet të jetë i informuar, duhet ta dinë edhe me verifiku, edhe informacionin, qysh menon për qytetarin që duhet me verifiku informacionin, edhe na duhet me verifiku. Na duhet të kthehemi si thash te gazetaria bazë, në Këshillin për Etikë në media, kryesisht ankesat i kemi për neni një. Neni një që ka të bëjë me shtyllën e gazetarisë, me objektivitetin, panshmërinë, gjetjen e burimeve të informacionit edhe verifikimin e fakteve. Dhe kjo është mungesë e gjitha, do të thënë kryesisht mediat online. Nga vitin në vit, vetëm mund, do të thënë të rritet nga 80 deri 90% mediat online, kryesisht. Po, megjithatë edhe ato vendimet e juaja janë vetëm më shumë simbolike, apo ju nuk keni fuqi ekzekutive ose me i dënu. Jo, po nga ana tjetër, ajo është një mendim i trupi, vendimet e komisionit, se kemi një trup komisioni ankesave, i cili punon në kuadër të Këshillit për Etikë në media, dhe ajo është një trup i profesionistëve, i cili sjell një vendim të caktuar për a ka shkelur etikën dhe profesionalizmin. Është kjo një lloj vetërregullimi? Kjo është vetërregullim. Dhe vendimet të cilat sjellen patjetër duhet të publikohen. Në disa raste ne mendojmë se mediat nuk e kanë, nuk e kanë sikur të mërzi nëse reagon Këshilli për Etikë në media apo jo. Por realisht nuk është edhe ashtu, se ju vendoset një pikë e zezë, sido që tjetë delegacioni Bashkimit Evropian, më pas edhe donatorët e tjerë dhe organizatat e cilati, sido që tjetë nuk është edhe një pikë e cila nuk ju lën pasoja. Nga ana tjetër, mendimi i trupit profesional mund të shfrytëzohet në gjykat për ta paditur direkt, do të thënë mediumin. Dhe kjo, nëse është i paraqitur normal, nëse nuk është platformë online, dhe është në kuadër të mediave profesionale. Se në kuadër të Këshillit ne kemi edhe një ombrellë të mediave profesionale që quhet Promedia, dhe aty kemi, do të thënë, me të gjitha informacionet media të cilat janë, dhe ky vendim i Këshillit mund të shfrytëzohet në gjykat do me thënë si mendim profesionist që nuk ka nevojë të kalon në filtra gjykimi, por merret vendim për të gjykuar mediat. Nuk shkojnë në shumë raste, do me thënë pasi që shohim ta shkojnë e fundit më shumë ka një luftë mes mediumeve mes vete, ose gazetari me gazetarin, por jo. Po, ndoshta është kjo ndarja dhe polarizimi, po, do të thënë e taboreve të ndryshme për luftën e informatave, dezinformatave tjera, dhe kush po, si që te, kush po e shtrin ndikimin më shumë, kush tjetë më i fuqishëm. Edhe në këto raste nuk i inkurajojmë që të shkojnë më tej për shkak se ka të bëjë me sa do pak kolegialitetin mes vete dhe media, që mos shkohet në procesin gjyqësore, dhe mundohemi që me anë të mediacionit të ulim ato gjakra dhe të ulen dhe të diskutojmë që mos ketë ankesa apo vendimet tilla që dëmtojnë njërën apo tjetrën palë, por këtë duhet të inkurajojmë qytetarët që të parashtrojnë sa më shumë ankesa, edhe organizatat jo qeveritare, që pa tjetër që nëse ka shkelje tilla në ndihmojnë edhe neve, i ndihmojnë edhe gazetarisë profesionale,
që ta pastrojmë, do me thënë, gjithë këtë turbulencë që na është kriju edhe gjithë kjo mjegull, do me thënë, në mesin e informatave. Çka ndodh me këto informatat ndjeshme, për shembull, edhe këto videot ndjeshme të aksidenteve, të ngjarjeve, të këto që i quajnë kronika e zezë, publikimi i këtyre rasteve? A ankohet dikush edhe çka ndodh me? Po, kemi raste në çfarë mase quhet shkelje edhe kur ajo nuk është në interesin publik të publikohet? Shpesh e kemi diskutuar, Riane, dhe besoj që edhe ti e ndjenat, se them si mundet një njeri, do me thënë që ndjen, të publikoj diçka që do t'i shkakton të edhim tjetrit. Po, shpesh herë jemi të meru. Ne duhet nisemi nga njerëzorja, se sa është humane të bëhet një send i tillë. Edhe çfarë interesi ka mu pa jo? Rasti fundit tash nuk i hapa. I fëmijëve në Durrës, i tmerrshëm. Neve kishim në rastin e fundit në Maqedoni të Veriut, në Shkup e kishim kur kërceu nga kati 8 nana me vajzën e vogël. Ajo ishte viktime dhunës në familje dhe informacione, do me thënë krahas asaj që kishte titull senzacional, edhe media të ndryshme publikuan videon e kupfomave ku ishin në vend, do me thënë para se të merreshin nga ambulanca e të tjera. Sido që tjetë, ajo është në mënyrë, do me thënë, e përsëri e traumatizon familjen, i shkakton dhimbje, do me thënë, vazhdimisht duke parë të njëjtat video, të njëjtat paraqitje, të njëjtat fotografi, të cilat nuk ka nevojë të paraqiten. Edhe kujt i shërbejnë ato? Asnjërit nuk i shërbejnë. Tash në kodin e ri etik që jemi të punu, për shkak të këtyre ndryshimeve që i përmendëm edhe për shkak të nevojës për t'i vendosë edhe këto inteligjencën artificiale dhe shumë gjëra tjera ku ishte i kufizum Komisioni i Ankesave për të punuar edhe për cilë vendime. Edhe kemi bërë në mënyrë pak më të qartë, dhe nuk është definitive, por sidomos vëmendjet veçanti kemi vendosë edhe këtyre, pikërisht vetvrasjeve, rasteve të rënda, do me thënë rasteve tragjike, të cilat publikojnë në mënyrë pa kontrolluar me video, me fotografi të cilat janë të panevojshme, si tash kemi inteligjencën artificiale e cila mund të gjeneroj një fotografi që mund të jetë parafërsisht, por nuk ka nevojë të publikohen foto dhe video të tilla të cilat pikëpari traumatizojnë familjen, e traumatizojnë, e më pas edhe fëmijët tanë, edhe neve gjithë si shoqëri, krijon një frikë, një panikë dhe krijon pasiguri, e cila shpërndahet tek popullata, si në momente krizash, kur e kap qytetarët një pasiguri, një frikë, e cila ndoshta edhe ata në mënyrë të pavetdijshme mandej fillojnë edhe t'i shpërndajnë. Po dhe mediumet të ndryshme këto, mendoj që llogaritën edhe në kurreshtjen e njeriut që me pas, ado që është traumatike, e ka një kurreshtje njeriu kështu, edhe me shiku për atë vrimin e Çelçit. Kronika e zezë është ma e shikumja, ma e klikumja. Lajmet do me thënë që i kemi ma morbide, apo them tragjike, janë më të shikuarat, më të klikuarat. Dhe në këtë formë, shumica e platformave mundohen që me tituj senzacional, me publikimet fotografive të përfitojnë me anë të klikimeve. Unë nuk mendoj se është diçka, do me thënë që prek njerëzin e tyra, apo që prek ndonjë interes tjetër, nëse ajo bëhet për t'i shkel, do me thënë vlerat humane, njerëzore të cilat i kemi. Sot dhe koncepti i privatësisë ka ndryshu. Na përpara, për shembull, kemi menduar që asnjë media nuk ka drejt me shkel privatësinë e tjetrit, nëse për shembull nuk përbën ndonjë interes publik. Sot kjo ka ndryshu, do me thënë privatësia e secilit është mundet në një moment të caktuar më shkel.
Kur i kishim publikimet në Maqedoninë e Veriut, dhe me thëmë publikimet e përgjimet, afera e përgjimeve që ishte me ndryshimin e pushtetit, atëherë dhe u soll ligji, dhe me thënë mbas një kohë për shkak të publikimit të përgjimeve të tilla, u soll edhe ligji që dhe me thënë në mënyrë pa autorizuar nuk mund edhe të incizohet dhe me thënë personi apo shkelja e privatësisë apo ndërhyrja në jetën personale dhe private, nuk i shërben askujt. Ajo është veç interes i njërës palë për të dëmtu parën tjetër. Dhe ajo është vetëm një senzacion dhe mediat të cilat nuk punojnë në mënyrë profesionale dhe etike, por mundohen që qoftë kanë për qëllim për ta etiketuar apo për ta atakuar një personalitet publik, parti politike, apo ma shumë tash po flasim për aktorët politik, për shkak se ata pikemi s'kjenë vazhdimisht. Po, edhe media kur e ban ata qëllimi, aty diku mundet me qenë më shifet ai qëllimi politik ose ndikimi, me thanë politik. Dhe i kemi nga jeta personale ku vazhdimisht... Po, edhe nga jeta personale. Tallemi ose kemi një farë mënyre, të me thënë mes shoseve edhe shoqërisë, kur themi dasmat e këngëtarëve apo personaliteteve të famshme, janë bo ngjarje editore, të më thënë që janë shkalojnë gjitha problematika tjera të shoqërisë, edhe kjo është një fenomen shqetësues për shkak se qytetarët, do me thënë, po na shkojnë nga ekstremi në ekstrem, ose shohin një kronik të nxehtë ose përmbajtje tragjike, dhe nga ana tjetër dëshirojnë të shohin diçka që është pak më relaksuese për ata. Kretë këtë kaos kështu, edhe mediatike, politike, të në shoqënive tona, që vazhdimisht ose ende, po kalojmë do farë transicione. Ku është sot pozita e gruas, sidomos për gruan gazetare? A është pozita e gruas gazetare edhe ma e vështirë se pozita e një gazetari? Ka qenë çdo herë, apo jo? Po tash është edhe ma e vështirë. Për shkak të zhvendosjes vetë informaciones, të marrjes apo veprimit të informacionit, që është aktiv në rrjetet sociale. Rrjetet sociale janë të pakontrolluara. Dhe krahas atakut fizik, që kemi pas rrezik si gra qoftë në teren, dhe me thënë tash e kemi edhe... Që ka mund të me qenë pak ma i rrallë, sepse mundësia për mu taku ka qenë ma e vogël. Shumë ma e vogël ka qenë, edhe në shumë të në rasteve gazetaret gra kanë qenë të mbrojtura nga ekipi, që kryesisht kanë qenë meshkuj. Ndoshta kemi qenë të ignorume, të me thënë nuk të ka dhanë përgjigje, ndo një qoftë në treg, si që përmendëm, apo në rrugë, ndo një deklarat qytetari është afru ma shumë të kolegu mashkull apo tjera. Mirë po sido që tjeta jo ka qenë vetëm një ignorim, ndoshta, ose mos pranimi pozitës grus si gazetare. Tash linqimet, ataket janë zhvendosur në rrjetet sociale dhe kjo është një rrezik shtesë për gratë në jetën publike kryesisht, në veçanti gazetare të cilat ato kritikohen për pamjen e tyre, për të folurit, për... Asë një qytetarë nuk kam pa deri tash të merret me pamjen e ndonjë gazetari. Plus janë të pambrojtuna. Politikanët me gjithë ata e kanë një farë pushteti, e kanë një farë fuqie politike, e gazetarët janë të pambrojtuna. Edhe në këtë drejtim, duke marrë parasysh ato se në gazetari, kryesisht nuk di si është në Kosovë, por të ne në Maqedoni numri më i madh është i të punësuarave si gazetare janë femra. Po, edhe gra. Besoj që edhe në Kosovë nuk e di për media tjera, po Radio-Televizioni Kosovës, shumicën e gazetarëve më duket janë gra. Po në pozita vendimarse, nuk është e njëjta. Nuk është ajo. Nuk është e njëjta edhe në Maqedoni ekziston ndonjë. Pozita vendimarse zakonisht i zanë mashkujt, burrat kanë këtë kemi, do me thënë, defektin shoqëror aty këtu në ashta në grua, po, e marrin. Jo, se edhe në konferenca kur jemi me vende tjera të Ballkanit, më duket se një fryme kemi. Do me thënë, kryesisht gazetarin janë të e vërshu gratë, mirë po në pozita vendimarse nuk lejohen. Po ende, dhe politika e Ballkanit është ende politike burrave, politika agresive. Gratë, ndoshta edhe gratë në gazetari me një farë forme
e përjetojnë këta dhe kanë një farë autocenzure, qoftë edhe në paraqitjet e tyre, qoftë edhe në tema që trajtojnë. Po nuk është e lehtë, nuk është e lehtë. Duke marrë parasysh nga vetja, kështu që s'mund të jesh e barabartë. Krahas asaj që nuk je e barabartë, ata hynë në jetën private, do me thënë që zakonisht edhe atakojnë atje ku mendojnë se munden me shku më thellë, që të munden të të linçojnë, të të tërhiqin nga jeta publike, si do që tjetë. Unë defektin më të madh tek shoqëria jonë e shoh te atakimi i grave të cilat janë në jetën publike dhe janë të afta. Kjo nga ka ndodhur në Maqedoninë e Veriut me gra dhe vajza të cilat kanë qenë aktive dhe janë munduar të etiketojnë në forma dhe mënyra të ndryshme vetëm për t'i tërhequr nga jeta publike dhe dominon ajo maskulinitetit teme dhe tjena ata prezent. Dhe kjo ndodh kryesisht nga ana e tyne, nga ata që mendojnë se nuk kemi hapësirë atje, po edhe më lehtë e kanë me gratë, sepse gratë çdo herë i gjykon rrethi, i gjykon shoqëria, i gjykon fqiu, i gjykon gjithkush. Se kur ndodh problemi, gjithmonë gruaja është ajo që me siguri diku e ka një faj. Po edhe kur bëhemi nana, më pas jemi pak më të ndjeshme, shumë më të ndjeshme, për atë që mos t'i lëndojmë fëmijët. Sidomos gratë gazetare, e di që edhe nëse duan të prekin tema, të cilat unë jam munduar t'i trajtoj, qoftë edhe në sektorin jo qeveritar, jo vetëm nëpërmjet radio-televizionit të Maqedonisë, është rreziku, është frika nga reagimi publik. Se si edhe do të krahas reagimit publik, krahas linçimeve publike, krahas asaj komentave të cilat i kemi në rrjetet sociale, se sa të sigurt e ke familjen dhe fëmijët. Se qysh mundët ajo mu manifestu ose me reagu të fëmijët? Patjetër. Edhe çdo herë kjo i bën që gratë të tërhiqen, çdo herë një hap më pas, apo 10 hapa më pas, mos them një hap, për duke marrë krejt parasysh arsyet cilat i cekëm. Tash jam të punu gjithashtu edhe temën e magjistraturës, gratë në jetën publike, se dësha që të analizoj, do me thënë se sa mediat rrisin apo përforcojnë stereotipet, do me thënë që kanë të bëjnë me gratë në jetën publike, dhe kjo ndihmon shumë, ndihmon edhe në aspektin e zhdukjes apo zbutjes tyre, po edhe në aspektin e përforcimit apo rritjes tyre. Se sa i ndihmojnë mediat që gratë, ne i shohim nëpër media kur prezantojnë një grua, me njerë fillojnë në pamje fizike se si duke, do me thënë sa është nënë e mirë, sa është, por aspekti profesional çdo herë mbetet dikun nga rreshtat e fundit, nuk ka vlerë. Çfarëdo bagazhi profesional apo çfarëdo që të kesh, do me thënë gjithçka vendoset. Po fakt është ajo që një paraqitje në televizion duhet të ketë pamje dhe duhet jetë bukur, mirë, po edhe artim, se cili, edhe mashkujt edhe femnat, po. Të gjithë duhet jenë ashtu, si do që tjetë, po pse duhet jetë ajo pika fillestare me cilën duhet të fillohet edhe të diskutohet. Kjo ndodhet dhe me gratë një jetën publike në gazetari, ataki sulmeve të ndryshme jemi kudo, se plasohen në informacionet, emisionet, edicionet e lajmeve, po ne ndoshta jemi mësuar dhe me kalimin e kohës janë adaptuar edhe dhe rrethi edhe familja dhe gjithkusht tjetër që megjithatë çuçi edhe gratë, pozitën e gruas gazetare edhe në Maqedoni, ndoshta pak edhe në Kosovë, po sidomos në Maqedoni, është që gjithçka ka marrë një farkahje, nuk mundet me shku mrapa. Unë besoj se tash Po besoj tash në këtë kohë, kur po i shoh rrethanat nga aktivitetet e ndryshme, e shoh se gratë ndoshta e kanë forcën edhe çdo herë gjejnë forcën për të vazhduar më tej edhe për t'i luftuar ato. Edhe unë besoj se edhe tash do ta gjejnë forcën për të reja. Po e kanë ndryshuar, domethënë është një mindset i ndryshuar, është një mendsi krejt tjetër, nuk preokupohen shumë me tashetemet e rretit apo shoqërisë, ndoshta kjo gjenerata tona të tranzicionit, tash ato kanë pësu shumë dhe kanë bërë luftën më të madhe për të kalu nga një
në periud tjetër, mirë po gjeneratat e reja nuk janë se preokupohen shumë me çështjet e asaj se si duke një jashtë, apo si ka një vetbesim pak më të madh, edhe besoj se do t'i ndryshojnë gjërat, por edhe kanë guxim t'i thonë gjërat troç. Po. Ndoshta edhe është mendësia, jemi rritë në një frym ku edhe nëse ke mendu të vërtetën, familja ta ka imponu që mos ta thuash atë. Ndoshta ky dallimi mes asaj gjenerate dhe neve që kemi rritë gjenerata tjera është që ta thuash atë që mendon, pavarësisht se cilat do t'jenë pasojat. Do të thënë pasojat ta ndëshkosh apo jo, po duhet ta di se çfarë mendon. Po, kjo mësohet edhe në familje, që i vogël, kur edhe kjo ju ka kriju pa unë të shku. Ju ka kriju gjeneratave të reja, ja u ka kriju atë lirin e shprehjes, që mendoj se do të ndikon shumë edhe në krijimin e një klime gazetareske, që do të ndihmon edhe në aktivizmin shoqëror të organizatave jo qeveritare. Nora, faleminderit shumë për intervistën, faleminderit që erdhe mysafire në RTK. Ishte kënaqësi, me të vërtet ishte kënaqësi për shkak se me një profesioniste si ti që i ndjeki vazhdimisht emisione, do me thënë ndër vite edhe shoh se bën një punë të shkëlqyer, një gazetari me të cilën unë jam rrit edhe dua t'i përmbahem shumë. Të cilën edhe vetë bën. Edhe unë mundohem ta bëj, kështu që ishte me të vërtet kënaqësi shumë e madhe që t'jem sonte këtu me ty. Faleminderit shumë. Sikur të nderuar ishte kjo tëra për emisionin e sotëm. Ju faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.